Po i lutet Hisen Berishës të PDK-s të mos e takoj një njeri. Mos e tako Fatmir Shehullin. E pikrisht në dosjen e këtij të fundit, emri Albin Kurtit po del të përmendet. E tëra kjo në një dokument të përpiluar para 2 dekadash, që prokuroria speciale e gjeti në telefonin e tani të dyshuarit për spionazh. Në të përshkruhej plani për rekrutimin dhe jo vetëm të kryeministrit në kohën sa këndodhej në burgjet e Serbisë. Parashihej përdorimi i një burimi operativ me novkën leptire për sigurimin e materialeve komprometuese, me qëllim të ushtrimit të presionin ndaj tij për bashkëpunim me RDB-n, sigurimin shtetëror serb. Dokumentin Shehulli thot ta ketë pranuar nga zyrtari i inteligjencës serbe, Bojan Dimić, e atë nuk e mbajti veç për vete. Këtë ja kam dërguar me Lazim Gashit, një miku tim i cili është në shish të Shqipërisë me emrin Dritan Gjoni, shef i shishit në Durrës. Ja kam dërguar Blerim Canajt dhe një personi me emrin Bashkim Pushkulli, por nuk jam i sigurt a ja kam dërguar. Përveç spionazhit, Shehulli i cili aktualisht ndodhet në paraburgim, ngarkohet edhe me veprën penale të shantazhit, në ndyshimin se i kishte marrë para biznesmenit Arben Jetullahu për mos publikimin e disa materialeve. Shënjestër.net